vendimin prej anës së gjyqtarës së procedurës paraproke nuk e kom pranu asnjëherë deri sot. Edhe na vazhdojmë me pas të njëjtën kërkesë për ekzaminim të njëjtit. Është në dorën e juaj, ju vendosni, konsiderojmë që është e domosdoshme me u bë një ekzaminim. Arsyet i kemi cek edhe në kërkesën. Vetëm pak avokate në proces verbal. Deklaron ne edhe më tutje qëndrojmë pranë propozimit ton që i mbrojtur jem Naim Mërseli të dërgohet për ekzaminim psikiatrik në IPFK, pasi që, po, avokate për ju ndëgjojnë? Konsiderojmë gjatë vizitës tonë në qendrën e paraburgimit në Dyz, burgun e sigurisë lartë, gjatë bisedave me të njëjtin, kemi hasë si mbrojtës, unë dhe avokati Shamsedin Piraj, kemi vrejt një gjendje labile jo të qëndrueshme. Pas ngjarjes, po mendoni? Kjo është pas ngjarjes. Mendime për të kryer vetvrasje. Andaj si mbrojtje kemi konsideru se është e domosdoshme që të sigurohet mendimi dhe konstatimi i ekspertëve të lëmisë përkatëse, siç është propozuar në parashtresën e dorëzuar Prokurorisë Themelore në Prishtinë, Departamentit për Krime të Rënda dhe atë me datë 8 nëntor të vitit 2024. 8 nëntor të vitit 2024. 2024. Konsiderojmë se sigurimi i ekspertizës kësaj natyre do të sjellë qartësi të duhur që të mund të vijmë deri tek nxjerrja e një konkludimi të drejtë dhe të qëndrueshëm sa i përket vëllimit të manifestimit të elementit subjektiv, manifestimit të elementit subjektiv, rreth ngjarjes së ndodhur nga ana e të mbrojturit tim. Po ashtu, me qenë se harova ta potencoj në fjalën hyrëse nderuara kryetare, kur kam pranuar akvendimin mbi vazhdimin e paraburgimit për të pandehurin Naim Mërseli, në arsyetimin e akvendimit, avokate, këto i kemi këto thuhen në ankesë, këto nuk kemi është shqyrtim gjyqësor, akvendimi, jo, avokate është një pjesë që duhet me u cek, kryetare. Avokate, nuk mundemi ato pretendime që janë thënë në akvendim për vazhdim të paraburgimit, ato mund të atakohen me ankesë kundër është akvendim i veçantë, ato atakohen me ankesë në gjykatën e apelit të Kosovës. Gjyqtare, në akvendim, nuk e din cilën faqe sakt tashme e shiqu, është cek që i njëjti në shqyrtimin fillestar ka qesh. Do me thonë, salla ka qenë plot, unë e kom pas njëjtin krah, e kom përcjell vazhdimisht, po buzëqeshje prej anës ti nuk ka pas asnjëherë. Ose është në gabim teknik,
që ka met, Jo, që qënë avokate, pesh shumë. sa për djenin Për tonë, neve si mbrojtje. Atëherë më detyroni që ta them kjo ka qenën, është një fakt, kjo ullu, është një fakt që Naimi ka buzëqesh, ka qenë, sepse unë e kom po, ka qenë shërbimi korrektus i Kosovës, i cili është afru për mos me nxit, sepse kanë qenë edhe familjarët e palës së dëmtuar këtu, mos me nxit ndonjë tension, kanë qenë shërbimi korrektus i Kosovës që ja kanë të reqë vrejtjen, i thonë mos me qesh. Kjo ka qenë ajo, rreth asaj pjese. Trupi gjykus pas këshillimit me rakvendim aprovohet propozimi i mbrojtësës së të pandehurit Naim Murseli. Për ekzaminim psikiatrik të njëjtit, po që të dërgohet për ekzaminim psikiatrik në IPFK, do të urdhërohet Instituti i Psikiatrisë Forenzike të Kosovës që brenda 2 javë ta realizoj këtë ekzaminim. Me qenë se tani është aprovuar kërkesa e mbrojtësës për ekzaminim të pandehurit Naim. Këtë gjë me rakvendim, seanca sotit ndërpritet dhe e njëjta do të vazhdoj me datë 2 korrik në ora 13:10. Nënt korrik 13:10. Nënt korrik, prokurore. 2 nënt korrik e dërgon dikon zavendësim në seancën tjetër, të vazhdoj me këtë lanë dhe me 14 korrik në ora 9. I kemi 3 data të shqyrtimit gjyqësor në 2, 9 dhe 14 korrik. 2 korriku dhe 9 korriku seanca do t'jetë nga ora 13:10. Ndërsa me 14 korrik seanca do të zhvillohet nga ora 9. Do më thonë kemi kohë të mjaftueshme që të dërgohet Naimi në IPFK dhe brenda kësaj periudhe besoj që ka me kry ekzaminimin Instituti Psikiatrisë Forenzike dhe të vazhdoj me shqyrtimin gjyqësor me datat që i ceka më lartë. Po, 13:10 avokat. Për e orës 9. Po, avokat besoj që e gjeni një zavendësim. Po, prej 9, vetëm pak. Po, po. Veç paradite. Dhe më thonë janë sesionet në ato seanca fillimisht do të dëgjohet dëshmitari, përgatit, unë ka mund dëgju dëshmitari Leonard, pastaj do të vazhdoj me Naimin, kështu na ka thonë prokurorja, mandej për seancën tjetër ju njoftoj se në seancën e radhës kush. Leonardin, filloj me Leonardin, për seancën e 2 korrikut, vazhdoj me Naimukën, kështu janë edhe në këtë akuzë. Jo, avokate mos, kjo është, seanca përfundoi në ora 15:08 minuta, të pranishmëve ky proces verbal do t'ju shërbej si ftesë rregull, ndërsa për të pandehurit do të lëshohet urdhëresë për sjellje nga qendrat e paraburgimit ku janë duke qëndruar.
15-8.